Dorian Orven, faleminderit që erdhët sot. Ju keni realizuar një produkt i cili në vetvete quhet Smart Living. Do doja një prezantim të shkurtër çfarë moshe keni, sa kohë ju ka marrë aplikimi dhe i këtij produkti dhe një përshkrim të përgjithshëm të funksionaliteteve të këtij produkti. Faleminderit. Doriani, 29 vjeç. Jam marrë me elektronik këtu disa vite, mund të them. Projekti jon Smart Living ka si subjekt, si rezultat të zgjidhjes disa probleme që kemi në përditshme, sa i përket konsumimit të energjisë që kemi në shtëpinë tonë. Ideja ishte ku neve largohemi nga shtëpia, problemi ishte ku ne largohemi nga shtëpia, ndonjëherë lejm pajisje elektroshtëpiake të ndezura, drita ose që themuna një automatizim në shtëpi në funksion. Si mund të bëjmë një gjë, domethënë një pajisje elektroshtëpiake ta ndezim ose ta komandojmë nëpërmjet një smartphone, një tablete ose akoma edhe një kompjuter që nuk është në shtëpi brenda, që ndodhet pajisja vet. Pajisja ka vjen në komandim, domethënë bëhet lidhja direkt tek automati i shtëpisë, që janë lidhur dhe vet pajisjet elektroshtëpiake, edhe që ta ndërtojmë sigurisht na zgjati goxha kohë, afërsisht tek 1 muaj. Vështirësia më e madhe ishte tek skemat që do bëshim në fillim, se çdo gjë ka filluar nga zero, ose pajisja që kemi përpara është prototip. Nuk kemi marrë, domethënë, një skelet, një platformë përpara dhe kemi evoluar ose kemi zhvilluar. Thjesht çdo gjë ka filluar nga zero, si nga skema elektronike, si nga pajisjet brenda, si çdo gjë. Akoma dhe kutitë që kemi përdorur këtu për simulimin e automateve ose pajisjen janë kuti elektrike që kanë qenë bosh, e thjesht kemi krijuar driverat dhe gjithë paketat që ta krijojmë. 1 muaj kohë na mori për skemat dhe ndërtimin. Edhe në këtë gjendje që jemi, domethënë kemi hapur dhe kemi bërë dhe versionin e dytë të pajisjes, që është edhe në PCB, që është më evoluar akoma me sigurimin teknik. Është më e vogël më sa shihni. Sigurisht produkti do të jetë akoma më i vogël. Mund të themi që mund të bëhet akoma edhe më i vogël, është çik vështirë, sigurisht, por ajo gjë që na intereson është se ka sigurimin teknik, ca edhe ISO. Domethënë është një gjë shumë e mirë, domethënë kemi parasysh. Sigurisht që të ndërtosh një pajisje duhet të kesh edhe disa partnerë të tjerë që mund të ndihmojnë që të krijosh një paketë më sofistikuar se sa vetë projekti fillestar që ke. Aktualisht po shohim që është vetëm një pajisje, por nuk kemi asnjë lloj demonstrimi. Ju sa përqind është i kompletuar, sepse publiku normalisht apo juria apo kushdo qoftë mund të shikonte një demonstrim end-to-end, le të themi. Po, mund t'ju përgjigjem për këtë pyetje, po mund t'ju përgjigjet Orveni nëse do të flasë. Soft, po. Atëherë përshëndetje, unë jam Orven Breku, 20 vjeç, kam qenë student i Ari Fulc deri vjet. Tashmë jam student i inxhinierisë fizike te Politekniku. Për sa i përket pajisjes, është funksionale, prototipi i parë. Pavarësisht se mund të nxjerrë ndonjë error her pas here, pasi nuk është shumë stabil. Ndërsa versioni i dytë është akoma më stabil. Çfarë kemi bërë ne? Kemi ndërtuar një plaketë PCB, siç janë motherboardet e kompjuterit. Kjo ka qenë testuar dhe në programe si multisimi, ka realizuar 100% funksionale. Tani ne kemi ndërtuar versionin e dytë me 3 shtresa. Shtresa parë do jetë komandimi i pajisjeve me relay. Ndërsa në shtresën e dytë do kemi një board Arduino compatible, por që është ndërtuar nga ne vetë. Kjo është plaketa. Dhe në pjesën e tretë ne do vendosim një display LCD. Te ky display do kemi 3 butona ku do kemi një menu. Për shembull, menuja e parë do jetë sistemi i automatizimit. Në moment që ne shtypim butonin e parë, kjo gjë do të bëjë që të aktivizohet Ethernet shieldi dhe ne më pas bëjmë kontrollin e pajisjeve. Ndërsa tek e dyta do kemi një sistem simulimi. Kjo është në rast se ne largohemi nga shtëpia dhe siç e di mund të ketë probleme. Duke aktivizuar këtë menu do bëj që dritat ndizen në lloma të ndryshme në një interval për shembull çdo gjysmëore. Dhe e treta do jetë një sistem alarmi, që do aktivizojë një sër sensorësh.
që këto do të mbërrinë me Po. CMS apo me metoda të ndryshme. Metoda të ndryshme. Shumë faleminderit. Komplimente. Faleminderit. Faleminderit.